Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Dështoi votimi i ligjit për vetë qeverisje lokale në Maqedoninë e Veriut. Përplasjet më të mëdha ndodhen për uljen e numrit të këshilltarëve komunal. Zëvendës kryeministri i parë Zet Mexhiti është në mendimin se BDI ka më së paku të drejtë ankohet për uljen e numrit të këshilltarëve nëpër komuna. Sipas Mexhitit ishte BDI ajo që mori regjistrimin e popullsisë mbi këtë parim. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut zgjodhi Trajko Slavevskin, guvernator të Bankës Popullore. Pro votuan 68 deputet, ndërsa 16 ishin kundër. Shumica parlamentare mbështeti kandidaturën duke u përqendruar në profesionalizmin dhe kompetencën e tij. Opozita kundërshtoi duke u përqendruar në bindjen politike të Slavevskit dhe vizionin për pavarësinë e institucionit. Kalimi nga Kosova në Maqedoninë e Veriut përmes pikës kufitare në Jazhinj tani është vetëm një ndalesë. Nga pritjet kilometrike në kolon, në vetëm disa minuta për zëvendës kryeministrin Zet Mexhiti janë tregues se dy qeverit po punojnë në interes të qytetarëve. Nëse në Bllaz kemi pas dilema do funksionon, si do funksionon One Stop Shopi, u paqëm për një periudhë të shkurt, pra nga pritje me kolona u shndru për në pritje 1 minutë 2 për qytetarët që dukshëm e ka bëu më të afërt Shkupin me Prishtinën. Sot e bëjmë Tetovën më afër, domethënë me Prishtinën dhe qytetet tjera. Pra dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë edhe qarkullimin e mallrave. Ndërsa ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelar Zveçle vlerësoi se kjo do sjellë dobi për qytetarët e të dy vendeve dhe veçanërisht për banorët e kësaj zone kufitare, të cilët do të mund të kalojnë këto procedura shumë më shpejt. Qytetarët e dy vendeve do të nënshtrohen kontrollës hyrje-hyrje. Do të thotë në vend se të ketë dy kontrolle të ndara, tashmë kemi edhe në këtë pikë kufitare regjimin e kontrollit hyrje-hyrje, fal bashkëpunimit të dy qeverive, të dy ministrive, por edhe të dy policive dhe dy shërbimeve doganore të vendeve respektive. Rajoni. Kryeministri i detyrë Albin Kurti deklaroi se rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin me Kosovën e forcave të armatosura të Serbisë është reaksion ndaj stërvitjes Defender Europe 25. Sipas shefit të qeverisë në Prishtinë është e paqartë nëse kjo është një nismë me Serbisë apo e shtyrë nga Rusia. Sipas kryeministrit Kurti, forca e sigurisë së Kosovës po merr pjesë me rreth 1000 trupa në këtë stërvitje. Për shefin e qeverisë në Prishtinë, pjesëmarrja dhe organizimi i këtij ushtrimi tregon përgatitjen dhe kapacitetin e institucioneve të Kosovës për të menaxhuar operacione ushtarake komplekse. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës i është përgjigjur kërcënimeve të vazhdueshme nga Serbia për luftë dhe pushtim të Kosovës. Eyüp Maqedosi thekson se kërcënimet janë reale dhe se Beogradi zyrtar ka vendosur 70% të ushtrisë në jug dhe jo larg kufirit me vendin e tij. Ne i shohim gjithmonë si të mundshme këto kërcënime. Ne i shohim gjithmonë të mundshme që Serbia në një moment mund të ndërmarrë veprime për të destabilizuar rajonin. Kjo është arsyeja pse ne jemi të përkushtuar që të ndërtojmë një forcë ushtarake të aftë për të mbrojtur territorin e Kosovës, për të mbrojtur jetën e qytetarëve tanë dhe për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin në botë, duke përqafuar gjithmonë vlerat e NATO-s, vlerat perëndimore dhe duke shtyrë përpara interesat të cilat i kemi si vende demokratike, deklaroi Eyüp Maqedosi. Dështoi përpjekja 23 për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje tentoi sërish krijimin e një komision ad hoc për votim të fshehtë. Edhe këtë herë kryesuesi i seancës Avni Deari kërkoi nga PDK Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe të propozojnë kandidatët për komision. Asnjë parti nuk pranoi dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 111 deputetë të pranishëm në seancë, 55 votuan pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Ministri i detyrë për komunitetet dhe kthim në Republikën e Kosovës, Nenad Rashish, rreshtohet për krah kandidaturës së Fatmir Limajt për kryetar të kuvendit nëse propozohet nga lëvizja Vetëvendosje. Përgjithësia është konceptin ku ju duhet të pranoni se ka një shumicë e cila është konstituar ose e ka është procesin e konstituimit dhe normalisht dhe une me vite po njihim dhe me zotin Limaj personalisht se kemi qenë era e parë kur kemi qenë në qeverisë bashkë kur qenë 2007. Prandaj gati 20 vjet, 18 vjet saktë. Po njihemi prandaj nuk ka asgjë të kundërt. Nenad Rashish tha se propozimi i tij nuk është diskutuar me Albin Kurtin. Sipas tij është normale që të ketë ndryshime të opsioneve ose planeve për ndarjen e ministrive. Rashish konfirmoi se ka patur një gatishmëri nga ana e lëvizjes Vetëvendosje dhe nga ana e kryeministrit që ai të jetë pjesë e kabinetit. Gatishmëri nga ana të Vetëvendosjes dhe kryeministrit që unë të jem pjesë e qeverisë dhe kjo që keni thonë është diçka e re për mua, por
politik normal është që të ketë ndryshimit të opsioneve ose planeve ose ministrave. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj mohon të jetë takuar me kryeministrin e detyrë Albin Kurti për të diskutuar mundësinë e tij për bashkëqeverisje me vetëvendosjen para dështimit të seancës së radhës për konstituim. Fatmir Limaj deklaroi se nuk ka marrë as ftesë për bashkëpunim. Marrëveshjet politike më ndërtojnë ndryshe. Edhe çështje e befasive besoj. Kurdo që kam ftesë, jam i gatshëm të takohem me të gjithë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për herë të parë, forcat ajrore shqiptare janë përfshirë në stërvitjen Defender Europe 2025, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Në stërvitje po kryen veprime nga kërkim shpëtimi me helikopterët Cougar dhe Black Hawk të bazës ajrore të Farkës, deri tek mbështetja e operacioneve toksore dhe gatishmëria për evakuime mjekësore. Stërvitja shumëkohshme Defender Europe 2025 është një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë. Skenari është ndërtuar sipas nenit 5 të traktatit të NATO-s që simulon mbrojtjen kolektive të aleatëve në rast të një sulmi ndaj ndonjërit prej tyre. Aktivitetet ushtarake përfshin një sër operacionesh të shkallës së gjerë në disa shtete të Europës me fokus të veçantë në Shqipëri dhe Kosovë, ku zhvillohen trajnime për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, sigurimin e pikave të imbarkimit dhe menaxhimin e logjistikës avancuar. Aksi rrugor Qaflloç mund të jetë i aksesueshëm brenda kësaj vere. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se për përfundimin në afatin e parashikuar në kantier do të punojnë me 2 turne. Dhe nga ana tjetër, me përfundimin e pikërisht pjesës 3, ne synojmë që ta mbyllim të gjithë këtë vepër dhe ta dorëzojmë të përfunduar brenda fundit të kësaj vere. Të gjithë qytetarët shqiptar që kanë probleme me shlyerjen e detyrimeve tatimore do ta kenë më të vështirë për të qarkulluar me automjetet e tyre. Drejtoria e tatimeve ka bërë një marrëveshje me Drejtorinë e Shërbimit të Transportit Rrugor me qëllim verifikimin e të dhënave për mjetet në pronësi të qytetarëve që nuk paguajnë tatimet. Organet tatimore njoftojnë se nëse nuk paguani detyrimet në kohë, ju vihet mas sigurimi për automjetet dhe detyrimi do të mblidhet me forcë, ndërsa thirrja për të gjithë qytetarët është që çdo subjekt që hyn në transaksione shitblerje të mjeteve duhet të sigurohet që mjetet objekt transaksioni nuk i përkasin tatim paguesve debitor. Bota. Bashkimi Evropian miraton zyrtarisht skemën për 150 miliardë eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtjen brenda bllokut. Rregullora e quajtur SAFE, aksioni i sigurisë për Europën, erdhi si përgjigje ndaj thirrjeve të vendeve anëtare për mbështetje financiare dhe politike në përmbushjen e objektivave të reja të mbrojtjes të shtyra përpara nga NATO. Synimi është për të qenë potencialisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se Shtetet e Bashkuara zhvendosin fokusin e tyre diku tjetër. Për SAFE, bloku do të përdor vlerësimin e tij të kreditit të nivelit më të lartë AA për të mbledhur 150 miliardë euro në tregje dhe më pas do t'u huazoj ato vendeve anëtare. Bashkimi Evropian ka gati dhe strategjinë e re për detin e zi. Synohet forcimi i sigurisë dhe përmirësimi i transportit ushtarak në rajon në kushtet e një kërcënimi në rritje nga Rusia ndaj Europës lindore. Shefja e diplomacisë europiane, Kaja Kallas, deklaroi se siguria në detin e zi është jetike për sigurinë europiane dhe se aktualisht po minohet nga lufta ruse në Ukrainë dhe sulmet brinden ndaj infrastrukturës detare. Is of great strategic importance to European Union. The region's potential is marred by Russia's war, reoccurring airspace violations and attacks on ports and shipping lanes highlight this reality. Bashkimi Evropian synon të investojë në portet e kurudhat e aeroportet në vendet e detit të zi, kryesisht në Rumani dhe Bullgari. Qëllimi është që pajisjet e rënda ushtarake dhe trupat të mund të zhvendosen shpejt aty ku është e nevojshme. Propose additional upgrades of regional ports, railways, roads and airports to handle heavy military gear. Upgrades will help to ensure troops can be where they are needed, when they are needed. Merret Komisioneri Evropian i Transportit, Apostolo Tsikostas, deklaroi se përmirësimi i infrastrukturës së transportit për përdorim ushtarak në të gjithë Europën do të kushtonte rreth 75 miliardë euro. NATO kërkon edhe 40.000 ushtarë shtesë nga Gjermania. Shkak është përgatitja e rrezikut që vjen nga Rusia. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, ka një marrëveshje për objektivat e reja për armët dhe madhësinë e trupave për cilat ministrat e mbrojtjes së vendeve të NATO-s pritet të bien dakord javën e ardhshme. Sipas një zyrtari të lartë ushtarak, objektivi për numrin e përgjithshëm të brigadave përbën një rritje prej rreth 50%. Në samitin e NATO-s në Haag, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte dëshiron të bindë krerët e shteteve të dyfishojnë objektivin aktual të shpenzimeve për ushtrinë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto.
Gjykata Amerikane e Tregtisë Ndërkombëtare bllokon pjesën më të madhe të tarifave globale të presidentit amerikan Donald Trump. Argumenti i përdorur prej saj është se presidenti ka tejkaluar autoritetin e tij. Vendimi nga një panel prej 3 gjyqtarësh në Gjykatën e Tregtisë Ndërkombëtare me seli në New York thotë se urdhrat e tarifave botërore dhe akmarrëse tejkalojnë çdo autoritet të dhënë presidentit për të rregulluar importin me anë të tarifave. Ky përdorim është i palejueshëm, jo sepse është i pamatur ose jo efektiv, por sepse ligji federal nuk e lejon atë shkroi gjykata, duke u referuar aktit ndërkombëtar të fuqive ekonomike të emergjencës të vitit 1977. Administrata Trump apeloi vendimin e gjykatës federale tregtare. Nëse të gjitha gjykatat e mbështesin vendimin, bizneset që është dashur të paguajnë tarifa do të marrin rimbursime për shumat e paguara me interesa. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump urdhëron ambasadat të ndalojnë saktimin e takimeve për viza studentore, ndërsa përgatitet të zgjerojë verifikimin e aplikantëve në mediat sociale. Në mesazh kërkohet rritje e verifikimeve për viza studentore dhe ato për shkëmbime kulturore. Në një kopje të një memorandumi dërguar postave diplomatike, sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se pezullimi do të zgjasë deri një udhëzim të dytë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.